27 mars. 10 rezultatet e ringjalljes. Në qoftë se Krishti nuk është ringjallur, i kotë është besimi juaj. Ju jeni ende në mëkatet tuaja. E pare Korintasve 15:17. 10 gjëra të mahnitshme që i kemi për shkak të ringjalljes së Jezusit. 1. Një shpëtimtar që nuk mund të vdes më edhe një herë. Duke ditur se Krishti që u ringjall prej së vdekurish nuk vdes më. Romakëve 6:9. 2. Pendimi. Perëndia i etërve tanë e ringjalli Jezusin, të cilën ju e vrat duke e varur në dru. Atë Perëndia e lartësoi me të djathtën e vet dhe e bëri princ dhe shpëtimtar për t'i dhënë Izraelit pendim. Veprat 5:31. 3. Lindja e re. Qoftë bekuar Perëndia, ati i Zotit ton Jezu Krisht, i cili sipas mëshirës së tij të shumtë na rilindi për një shpresë të gjallë me anë të ngjalljes së Jezu Krishtit prej së vdekurish. E pare Pjetrit 1:3. 4. Falja e mëkateve. Në qoftë se Krishti nuk është ringjallur, i kotë është besimi juaj. Ju jeni ende në mëkatet tuaja. E pare Korintasve 15:17. 5. Fryma e shenjtë. Këtë Jezus, Perëndia e ka ringjallur. Për këtë të gjithë ne jemi dëshmitar. Ai pra, duke qenë ngritur në të djathtë të Perëndisë dhe duke marrë nga ati premtimin e frymës së shenjtë, derdhi atë që ju tani shihni e dëgjoni. Veprat 2:32-33. 6. Nuk ka më asnjë dënim për të zgjedhurit. Kush është ai që do t'i dënojë? Krishti është ai që vdiq, por për më tepër ai edhe u ringjall. Ai është në të djathtë të Perëndisë dhe ai ndërmjetëson për ne. Romakëve 8:34. 7. Miqësia dhe mbrojtja personale e Jezusit. Dhe ja, unë jam me ju gjithë ditët deri në mbarim të botës. Mateu 28:20. 8. Dëshmia e gjykimit të ardhshëm, sepse ai ka caktuar një ditë në të cilën do të gjykojë me drejtësi botën me anë të një burri të cilin ai e ka caktuar, dhe për këtë u ka dhënë të gjithëve një provë të sigurt duke ringjallur prej së vdekurish. Veprat 17:31. 9. Shpëtimi nga zemërimi i ardhshëm i Perëndisë. Për të pritur prej qejve birin e tij, të cilin ai e ngjalli prej së vdekurish, Jezusin që na shpëton nga zemërimi që po vjen. E pare Thesalonikasve 1:10, Romakëve 5:10. 10. Ringjallja jon prej së vdekurish. Duke ditur se ai që ringjalli Zotin Jezus, do të na ringjallë edhe ne nëpërmjet Jezusit dhe do të na paraqes bashkë me ju. E 2 Korintasve 4:14, Romakëve 6:4, 8:11, 1 Korintasve 6:14, 15:20.